bravo, bukur. Unë të shio dhe mos fisni më. Jo, edhe ndua bërë. Në mos fol. E keni bërë bak. S'na let bëjmë qik bërë. Laka. Në një të shituri. O më shiki gjemesh në mirë, faleminderit. Që ke bo? Ka shpije gjithë mirë? Ta menos me vuj antenë të ratë, s'paj vetë do. Se? Ka për mua vetë që pyte që ke bo. Ne, jo, mirë, po gjithë si mirë. Mirë ashtu, Po du me blej pomë naftë të tre, s'po jetë, anë mas i varezë. Nuk ka. As më vareza? Nuk ka as Nuk vareza. ka as vareza? Përveç se kësaj gjoje të isha me blej një qik buk. Buk? Pa. Unë e kam lonë bukën. Se? Ja, nuk kam më buk. Se? Isha do pësu shumë plako. Ajdo, Edhe vendosa të... Unë, dashnoria ime e vetme që nuk do të rrethoj kur, stop. U registrua kjo dashnoria këti e vetme? Po, ta marrë vesh dhe gruaja ime, stop. Dashnoria ime e vetme të cilën nuk do të rrethoj kur, ashtë ushqimi, ashtë buka. Bash buka. Nusja Sajmirit e ka të shënuar në celular të dashnoren e ka me emrin Buka. Buka. Jo më lakë se më ram ka mangër bukë thekme. Buk të thekme. Gjysë metrë bukë thekme. Me ullim. Me djath. Me djath. Me urda. Me qep. Pa. Edhe urgjent për spital ushtarak pastaj. Ja. Mirë po, do të që më kujtua mua një moment duke ngrën bukun, ashtu si lope vogël. Po. Ora kjo buka, nga vjen? Nga vjen. Buka vjen nga riciklimi këtyre kauçukut. Por nga gruri. Jo, se puna është tu. Nga vjen dhe gruri. Qa standardi ka gruri. Si është mielli me proteinat tjetër. Po, si ka mundësi që kolegu im duke ngrënë bukë të thekur me djath, pas ka hyrë në mendime të thella psikologjike. Po se kështu është puna. Se me mua, ha bukë të thekur me djath, po si ishte duke ngrënë petulla. Po, kështu jam unë. Ha bukë të djath, problemi. Ashtu bravo, ka disa momente që do ndalimi, por jo sot. Sa proteina ka mielli ose ai gruri që bluhet për miell? Plot. Qa qëllësi është ai gruri që vjen nga anë e anës? Më e mirë në botë. Ai haç është për kuaj apo për njerëz? Edhe për kuaj edhe për njerëz. E ke parë ca njerëz që janë si kuaj? Jo, nuk i kam pa. Kishe problem ti? Janë sa që i fillon qafa këtu. Bravo. Problemi që unë dua të rrok sot mi nderuar, në që thua është që si trektohet buka. Do thot dikush me le, ne shkojmë në dyqan, i japim lekën, na kthen kusur dhe na prihet buka dhe na ambalazhohet. Bravo. Kështu bëj unë. Dakord. Kjo është procedura normale. Po. Por ato që na shesin bukën, mos ndoshta duhet i kin duart me doreza. Si jashteti? Me doreza, po. Si jashteti? Sepse, më thënë, gjëja më e pisë që çakullon mes njerëzit është paraja. No. Është paraja është më, më thënë, e pisë shumë. Të dashur shqiptar. Mos pranoni t'ju shesin bukë me doreza. Ka një feeling midis teje dhe shitses. Kur ajo të dorëzon paninën, ka një prekje duarsh. Më fal, po humbi kjo, shkuptim ka blerja bukës. Një sekond. Sepse unë, do të ndisni atje që ka vajtë dikush që ka thënë, më jep një bukë të bardhë. Prita shoh pak e butë, e preko me dorë ai. E shtypi pak. Ja nuk pëlqen, jep një zezë. Asgjë zezë, një bukë mitri. Ndërkohë para se të shkote në dyqan, ora. Jo, mira jo. Ore, se kjo nuk është një gjë, se lot janë to. Po mos ka kruar gjë. O, Perëndia e madhe! Qikoni këto pamje dhe reagoni për një, përveç se këtij momenti që buka trajtohet pa doreza nga shitsit, ka dhe një problem tjetër që është bërë një apel shumë i madh. Nuk duhet më të futet në qese plastike, por në amballazh letre, sepse ajo qese është riciklueshme edhe nuk e di se sa e dëmshme është. Se nuk the problemin më të madh. Ajo merr lekët, të cilat janë jo vetëm me drogë dhe me çdo lloj pislliku që ka bota, merr lekët me këtë dorë, e hedh ke arka, hop ke dollapi bukën, urdhëroi dashur. Bravo, bukur. Ndiqeni këto pamje.
Nesër mostrare që jam të Bravo dyqani i bukur. Tashmë mu ta bëjmë gjumin më të qetë. Tani që të gjithë jemi me të qetë, ju tregoj të vërtetën për armë kimike në Shqipëri. Tashmë që gjumin ta bëjmë më të në qetë. Shqipëri tashmë që e kishte Rushan? Se Rushan, Karlo, më Karlo. Karlo, a? Ajo bukë që ne blem në këto kushte është një armë kimike e vërtet në shtëpitë tona. Po. Sepse ajo shica mund të ketë marrë plura të dyqanit. E lem shicën që ka duar shumë të pastra, për momentin që merr parat që janë shumë të pisa dhe me ato para pret dhe ambalazhon bukën, mori fungi muhabet. Po një qytetar që shkon e provon bukët, kjo e but, kjo e fqullët, kjo e duart. Me duart e veta mund të ketë bërë. Jo, shikoj, ai mund të ketë qenë me duart në xhepa. Mirë po, gjendja e tij, kjo nuk është për qeshur absolutisht, nuk ka asta, ai ka të grizur astar të xhepave. Edhe duke Ka kruajtur pa kofshën këtu. ja bori një nga operator. Pu, ja. Ma mund që dojë, da, grizën astar të Shku do të xhepave. pësojnë shqiptarët, do të hajmë bukë. Si? Unë të blemë bukë. Unë të hajmë bukë. Unë do të bëjnë shpi bukë. Unë hëmë qap atë, me luk druri, po Unë do të bëjnë shpi dhe me doreza nga ato që i lanë enët, nga ato tashat. Ska. Më falë, unë do shkoj dyqani bu një bukë të lutem. Na e një bukë. Jo. Pra është momenti e autoriteteve përkatëse adekuate të bëjnë një kontroll. Vetë qytetarët duhet të sensibilizohen të thënë atyre shitëve. I lutem, vini dorezat. Më ktheni kusurin, në momentin që merrni bukën, vini dorezat i jepni bukën. Ose të ri, njëra vetëm për të prerë bukën, e për ta dhënë bukën. Duhet njëra ke kasa. Njëra ke kasa, njëra ke buka. Të jep Që ndajnë të biletën. gjëra. Do kthehemi përsëri pas pak për të treguar për një tjetër fenomen në këtë Shqipëri tonë të bukur. Do flasim për djathin. Jo. Për gjizën. Për gjizën, për gjatën e për gjizën tjetër. Do flasim për një moment tjetër. Nga që theja ke hëngra bukë djath, thashe e nisë me bukën, do kalosh ke djathi. Jo, do flas për atë që bën djathin. Kush është ajo që bën djathin? Kush e bën djathin? Është Ismeti, është një që ka shumë Jo. Ismeti kuq, me çfarë bën djathin me? Me lop. Me lopën e grinë. Do flasim për lopën. Për lopën. Themi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.